Kardinali Ernest Simoni Troshani është rikthyer në Ishburgun e Spaçit, aty ku dekada më parë vuajti 12 vite pas dënimit nga regjimi komunist. Kardinali fillimisht vizitoi ambientet ku ishte mbajtur i burgosur dhe u ndal pranë fotografive të ish bashkëvuajtësve, duke kujtuar vitet e persekutimit dhe sakrificën e qindra të dënuarve politik. Natën e Krishtinëve 63-shit, më se tha shpeshen, tanë popullin mesh, 4 vetë, bunë hekurat, që më shtelma, në më të popull, i dënumë për më parë ndetara. Arsyeja, se kishtë të thanë, si po thamë sot popull, jena gjithë bitë e Zotit. Krishti është babi i gjithë të rëzimit, jeni bitë e të madhë Zot. Me dasht janë tjetërin, me dasht atë dheun, me më për të vërtetën, me përhapët vërtetën, e me një shpesat e jetës. Në shenjë mirënjohje për jetën e tij të përkushtuar dhe dëshminë e besimit përballë persekutimit, kardinalit 98 vjeçar ju dorëzua një certifikat mirënjohje dhe një dhuratë simbolike me emblemën e Spaçit. Në këtë ditë nuk mungoi as mesazhi i Atit të Shenjtë Papa Leone i 14, i cili u lexua gjatë ceremonisë. Në mesazhin e tij, Papa e cilësoi Spaçin një nga plagët më të dhimbshme të historisë shqiptare, por edhe një vend ku besimi dhe shpresa triumfuan mbi padrejtësinë. Ai theksoi se kujtesa e atyre që vuajtën dhe humbën jetën në këtë kamp duhet të mbetet e gjallë, si një thirrje për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, lirisë dhe paqes.